të dashur qytetarë dhe qytetare. Edi Rama, duke se proteste gjysmë milionin shqiptarëve dhe rrethimin gjerë në mëngjes, de facto rënien e Bastisë e ka përjetuar si një fushë betejë të mbushur me kufoma, kafka, gjymtyr, plënë se zorë, njerëzis dhe kuaj, si Waterloo e tij. Ky gjumë prishur nga protesta epike gjysmë milion shqiptarëve të mbledhur nga të katër anë të Shqipërisë dhe të katër anë të dheut, në fakt kërcënoi protestuesit me masakra dhe me përgjakje, me histori vrasjesh e të tjerë. Me këtë rast, me qenë se ka përdor një personazh të Stendalit për narrativin e tij, do t'i përgjigjem se për Waterloo ka me qindra personazhe nga rjeshter në feldmarshall romantik si Fabricio, por midis të gjitha atyre Edi Rama është si vllas siamez vetëm me njërin prej tyre, me rreshterin Tanardjet Viktor Hugojt, i cili nuk luftonte, por vidhte të plagosurit dhe u shkulte dhamte florit. Një lloj si Tanardje Edi Rama vjedh dhe ka vjedhur këto kohë populli më të varfër, ka vjedhur votën, vjedh fondet, vjedh kafshatën, vjedh librat e shkollës, vjedh ilaçet e të smurve, vjedh pasuritë publike sikur të ishte një kolonizator, vjedh shpresën, rininë e shqiptarëve. Ndaj dhe thirrja ime, largohu sa më parë nga detyra dhe prit verdiktin e drejtësisë, e cila vonon por nuk harron.